Administrata Trump ka shpërzuar sanksionet ndaj naftës, gazit dhe sektorit bankar të Federatës Ruse duke kufizuar aksesin e bankave të atij vendi në sistemet amerikane të pagesave. CBS News raportoi se nuk është rinovuar periudha 6 ditore përjashtimit nga kufizimet që u vendos në muajin janar nga administrata Biden dhe që lejonte ndërmarrjen e disa transaksioneve specifike të energjisë dhe vijimin e veprimeve të bankave të sanksionuara ruse. Kjo do të thotë se bankat ruse nuk do të mund të kenë më akses në sistemet amerikane të pagesave për të kryer transaksione të mëdha në lidhje me energjinë. Institucionet financiare ruse që kishin përfituar nga përjashtimi nga sanksionet ishin Vnesh Ekonombank, korporata financiare Otkritie, Sovcombank, Banka Sberbank, Banka VTB, Alfa Bank, Rosbank, Banka Zenit, Banka e Shën Petersburgut dhe Banka Qendrore e Rusisë. Vendimi për të kufizuar më shumë aksesin e tyre në sistemet e pagesave amerikane bën më të vështirë për vendet e tjera blerjen e naftës ruse. Pra kufizon ofertën botërore të këtij produkti. Shpërsimi i kufizimeve erdhi ndërsa administrata Trump po përpiqet të bindë Rusinë që të pranojë kushtet e një propozimi për një armëpushim 30 ditor me Ukrainën. Ende ndërkohë nuk është e sigurt nëse do të arrihet armëpushimi i ndërmjetësuar nga SBA, pasi presidenti rus Vladimir Putin paraqiti një numër kushtesh të vështira për marrjen në shqyrtim të tij. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përgjigjen e Putin e cilësoi manipuluese dhe bëri thirrje për më shumë sanksione ndaj Rusisë për të detyruar hyrjen në fuqi të armëpushimit. Ndërkaq, presidenti amerikan Donald Trump mirëpriti përgjigjen e Putin, por ndërkohë tha se ajo nuk ishte plot. Ndërkohë, gjatë natës që lan pas, Rusia dhe Ukraina sulmuan njëra tjetrën me dron.